që do të flasim në këtë sezon të ri, do të rikthehemi për të folur për situatën politike në rajonin ton, por edhe më gjërë në botë me zhvillimet gjeopolitike. Do të flasim me mikun e emisionit ton, zotin Driton Tali, që jeton dhe punon prej vitesh në Angli, në Londër, njohës si zhvillimeve politike ndërkombëtare dhe atyre ekonomike. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje nga Londra. Me që jemi në Londër, do ta nisim me kërcënimet e fundit të Moskës aty për shkak të furnizimit me dronë të Britanisë të Ukrainës nga Britania. Kemi pasur dhe kërcënimin direkt të Kremlinit. Ka frikë në Londër apo jo? Po jemi në nethe duke nga dje. Kemi fillu këto qilerat t'i adaptojmë për luftë, po presim kur Putini, sepse e ka okupu, e ka pushtu Ukrainën, tash i mangu e ka dhe Britania. Jo, po kjo është bluf i Putinit, Britanikët talën, sot ishte teme e thashëthemeve e gosipave. Kështu është kur ne atje në Kosovë thonim, e kemi pasur një thënie, kur ta hupsh udhën në bortondin. Pra, kjo ishte një palavër e kotë e Putinit, ajo është ka ballafaqohet me shumë serioze të Ukrainës. Ekonomia e tij është buz kolapsit. Tashti për shkak se shumë tri ja ka marrë fronti, llogaritën dikun 1.300.000-400.000, disa të vdekun, më shumë natyrisht të plagosur, invalid për luftë. Pastaj në fillim fare i gjithë ai esnafi teknik, kush kishte profesion edhe biznismenët e mesëm, sidomos të teknologjisë informative, mjek, këto profesionit që në perëndim kërkohen, patenik, disa qindra mira të rinj rusë. Dhe si rezultat i këtyre dy faktorëve, në Rusi ka nevojë për punëtor. Është mungesa punëtorëve dhe si rezultat i saj është edhe rritja pagave, do me thënë ke edhe plus inflacionin e pagas, si që thuhet, inflacioni i kostës së prodhimit. Nga ana tjetër e ke edhe inflacionin si rezultat i shtypjes së paras. Pra, për mos ta zgjat, unë do doja që Putini në këto kushte të luftojë edhe 2 vjet, sado që të vazhdojë gjakderja ekonomike. Sado që jo humane është kjo, por si kosovar gjithnjë flas, sepse kjo Rusi hegemoniste e Putinit e ndihmon këtë Serbi hegemoniste të Vučićit, e cila është kana kufizon në zhvillimin tonë, sidomos atë diplomatik, por edhe natyrisht ekonomik, sepse ekonomia, kapitali është qenja më frikacake, kudo që ka destabilizim, apo jo siguri, i pari që ik është kapitali, kështu thonë financiarët. Më kujtoi një thënie të Berishës të shumë vite më parë që sqaronte që leku është qenia më frikacake. Edhe atëherë ashtu në financa thuhet. Ndërkohë që kryeministri i ri e ka theksuar mbështetjen për Ukrainën. Pa dyshim, shiko, Britania, pos që e përkra një luftë të drejtë të ukrainasve, e ka dhe një borë sepse është garantuese e marrëveshjes Budapestit për integritetin e Ukrainës
aty ishin 3 shtetet të cilat e garantuan Ukrainën për integritet nëse do të hiqte dorë nga armatimi atomik, nuklear, të cilën ajo e bërje që pastaj Putini tha se unë atë marrëveshje nuk e respektoj sepse unë nuk e kam bërë. Prandaj edhe kjo duhet të jetë një mësim i mirë edhe për disa analistë Kosovës, të cilët mundohen e kanë drejtë ata të cilët kanë një kosciencë fetare, sepse janë shumë afër me Rusinë. Çuditshëm këta islamistët e mshehur, të cilët në njërën anë e lavdërojnë SHBA-n, në anën tjetër e madhërojnë Rusinë. Është një fenomen të këta kripto-islamistët analistë të Kosovës. Por edhe të Maqedonisë kanë drejt edhe të tillë në Shqipëri. Disi e madhrojnë Rusinë. Sa herë që të vijë për ta spjegu Rusinë, e përmendin atë fitoren kundër Napoleonit, përmendin e cekin kështu me plot gojë rezistencën ndaj Hitlerit dhe fitoren në luftën e dytë botërore, që atëherë kanë qenë kushte krejt diametralisht të kundërta, por interesant nuk e përmendin humbjen në luftën e parë botërore, ishin po të njëjtit rus. Si do që të jetë. Nuk duhet besuar deklaratave të Putinit, i cili thot se Krimen ka herë edhe vë në relacion me Kosovën. Jep disa indikacione, po jo të qarta, ju njihni Krimen ashtu si që keni njoftë Kosovën, dhe këta interpretojnë se nëse njihet Krimeja dhe Luhan Donetsk, atëherë Putini do ta njeh Kosovën, mos ndroni në sy qelë. Putini nuk e njeh Kosovën sepse relacionet me Serbinë janë shumë shpirtnore se që janë me shqiptarë, gjithmonë kanë qenë ashtu. Mirë Putini, por vazhdon debati dhe për deklaratën e Zelenskit. Po, edhe kjo e lidh me Zelenskin, sikur ju bo qefi që Zelenski tha në Beograd se ne nuk e njohim Kosovën, dhe filluan u ringjallën kështu si korr, duke sulmu Ukrainën dhe duke disi e relativizu Rusinë. Po të njëjtit që syti nxjerrin me Palestinën. Ambasadorët e Palestinës në Beograd, të gjithë, kështu pa përjashtim e thonë se Kosova është djepi i Serbisë dhe ne nuk do ta njohim kur Kosovën, megjithatë në Prishtinë edhe deputet të Kuvendit Kosovës organizojnë protesta pro gas. Pra, jo vetëm se përfaqësues të organizatës palestineze për çlirimin e Palestinës, PLO-s, por edhe këta të Hamasit që edhe më tepër të lidhur me Rusinë, thonë se Kosova është Serbi, e madhrojnë atë relacionin, ato marrëdhëniet vllazërore me Serbinë, të cilat i kanë trashëguar që nga Jugosllavia e Titos, por ju pengoj shumë ajo fjala e Zelenskit që nuk do ta njeh Kosovën, edhe pse Zelenski e lufton Rusinë, ndërsa palestinezët janë në miqësi me... Shikoni, nuk kanë qenë e rastit sulmi në Gaza, i tetorit, me Banjskën. 12 ditë janë pyetje. Do të thonë, e panë se është një punim shumë i mirë i këtij Predrag Petrović, basë është para 2 vjetë, por shumë është aktuale edhe tashti,
Predrag Petrović është një analist për këtë think tankun ndërkombëtar për kundër terrorizëm, ICCT. Ka një punim dikon 34 faqe, të shti këtë pa thëmë për analistët e Jugoslavisë, apo të Kosovës, edhe të Macedonisë, dhe aja shpjegon shumë mirë aty involvimin, penetrimin e Rusisë, edhe të GRU-s, edhe të FSB-s, po edhe të bizniseve dhe gjithë oligarkisë putiniste. Dhe pastaj mund këta t'i analizojnë se ku qëndron Rusia dhe në relacion me, keni pa këtë, thonë Serbia për furnizon Ukrajinën me armatim, nuk thonë po e shetë, po e lonë për shtypën si kur donacion është i dhonë Serbia, Ukrajinës, e je që është i shqit, dhe është i shqit me qëmi më të lirë. Dhe të rasti i armatimit janë dy faktorë, një është çmimi dhe faktori tjetër është se Polonia, Çekia, Bugaria, Rumania, këto të cilat tashmë janë pjesë të NATO-s, kanë filluar industrinë e tyre të prodhimit të armatimit të orientojnë ka NATO-ja. Po megjithatë akoma kanë know-how-n e prodhimit rus. Gjërsa Serbia akoma prodhon, domethënë është në teknologjinë ruse dhe këto predhat, këtë municion konvencional, se cilin tash për të shte përdor Ukraina për shkak të historisë së saj, janë të teknologjisë sovjetike. Prandaj edhe ka kërkesë dhe natyrisht ato përdorën shumë, domethënë fabrikat e cilat i prodhojnë edhe këto të Europës lindore ajo i konsumon. Por mënyrën se si interpretojnë këta, ka aty edhe disa jugoslaven, neo-jugoslaven, disa që akoma vuajnë nga sindromi i Stockholmit, e të cilët menzi se presin një lajm i mirë të vije nga Beogradi, apo kjo që filloi ky diskutimi, dialogu strategjik me SBA, që është farsë e tëra, për shkak se kjo Serbi është në kthjetrat e Rusisë dhe njëra pa tjetrën nuk bën. Absolut nuk bën. Ose Vučići me klikën e tij duhet të humbin, të tërhiqen, ose do të vazhdoj kjo maskarada, ne këshe jemi me perëndime realisht që janë peng të Rusisë. Këtë, si çdo verë, nuk kanë munguar edhe deklaratat e forta, edhe nga Beogradi këtë radhë, ndërkohë që në Prishtinë s'kemi akoma institucionet, as qeveria, as presidenti, as kryetarin e kuvendit, nga ana tjetër këto javë që kaluan Vučići kërcënoi me devijimin e rrjedhës së Ibrit, por ajo që bëri më shumë përshtypje ishte edhe fakti që u arrestua një personazh për spionazh. Edhe në këtë mes është futur edhe sipas një pjesë të analizëve në Prishtinë, fakti që Serbia po tenton ose po hyn ose ka shtrirë rrjetin e saj të spionazhit në Kosovë përmes islamit politik. Ju çfarë mendoni për këtë? E besoni këtë? Po natyrisht, shiko, kemi disa njerëz të cilët tashmë janë ekspozu e që janë me koshiencë fetare, madje edhe me dukje, disa se jo vetëm se njëri, janë të shtuqujtur selefi apo vehabi, në dukjen e tyre. Dhe dolën xhirimet, nuk ka aty konspiracion. Dolën xhirimet duke u marrë vesh me inspektorin e sigurimit të BSR-ve për financa e tjera tjera. Po dhe kjo gjithmonë ka ekzistu. Problemin të
ky debati që është u zhvillu është se të kjo pjesa me kosciencë fetare, profesionin e hoxhës e kanë kështu e ndajnë nga njeriu, që është absurde, sepse njeriu është hoxh, njeriu është mjek, njeriu është kirurg, njeriu është ekonomist, njeriu është jurist, njeriu është polic. Pra, dhe ne njerëz kemi, ka njerëz të ndryshëm. Ne në historinë tonë, të zëm, unë jam nga Ana Morava, dhe ne kemi patur Mulla Idris Gjilani, një patriot par excellence, që ka qenë imam. Por kemi pas edhe shpihun atë se shpihun të cilët i ka pagu edhe mbreti për bë propagandë që shqiptarët shpërngulën në Turqi. Por ne nuk kemë bëjmë këtu me profesionin, kemë bëjmë me njerëz. Dhe si ka edhe gazetarë të cilët, edhe analist të cilët i pagun, apo si pagun Serbia, por që bëjnë avokatin e drejtë. Tash me vedi apo pa vedi është çështje që mund ta diskutojmë, por në rastin e imamëve apo hoxhallarëve ka raste që janë zonë flagrancë, dhe kjo nuk. Pastaj kemi disa radikalë të cilët jo individ të veçantë. Pastaj ke edhe ato hylbet, ato ligjëratat të cilat i marrin, janë të disavat, janë si thojnë mizerje, të bëjnë mas, edhe nëse je fetar të bëjnë ateist, ka i dëgjon ato budallëqet e tyre, e tjera, prandaj për të përgjigj, po, në vazhdimsi, Serbia i ka përdor imam të ndryshëm për ti sulmuar apo për të propagandu politikën e tyre, në kohën e mbretërisë serbe natyrisht për shpërnguljen në Turqi, gjajshëm ka ndodhur në kohën e Rankovicit, por edhe me spionazh, sepse besimtarët kanë mund të flasin diçka, atyri ju kanë besu e tjera. Dhe këto gjëra ne i dimë, s'ke nevojë t'i politizojmë në mënyrën se si po bëhen. Po edhe personalisht unë them për çdo besimtar, çdo fetar apo çdo shqiptar me kosciencë fetare musliman do të marrim mësim nga Mulla Idrizi, do të marrim mësim nga Ymer Prizreni. Ymer Prizreni ishte një feudal, ishte i shkolluar në Turqi, për natyrisht ishte alim, ishte imam i xhamisë së Bajrakut, Bajrakli xhamis ku u mbajt lidhja Prizrenit, u bë udhëhes i lidhjes së Prizrenit, për shkak të saj familja ju sugjeros në Selanik, ai vet u dasht me ikë fillimisht në Krasniqin, Malsinë e Gjakovës, pastaj në Ulqin edhe ku një ditë kluma atje pas namazit kthehet në shtëpi dhe fillon të vjell, domethënë helmohet në xhami, dhe dyshimet e bazuara janë se ka qenë i helmuar nga agentët Osman. Pra një njeri që kishte karrierën osmane kështu dyrt e hapura, siç është edhe rasti i Ukshën Hotit, që kishte një karrierë të bujshme jugoslave, por në kohën kur u dasht me tregu patriotizmin e tij, e tregoi dhe ishte i vetmi politikan i karrierës i cili ju dolin krah protestave të studentëve në vitin 81. Dhe pastaj psoi, siç e di.
Po i prekim gjithë nga pak një koment për Tirana, nuk e di a keni, protesta vazhdon edhe në ngushtë, pritet një rikthimi i tretë të diasporës së shtator, ndërkohë që është rihapur dhe tema për shtetin Bektashi. Babamondi, pasaporta, leku i shtetit Bektashi, Bek e të tjera, që ndoshta në vjesht ju duket diçka që këtë po e rikthen qeveria për sfostuar vëmendjen nga protesta apo? Po spari këtyre që kanë ngel atje në bulevardin që protestojnë në këtë vap, duhet të hequr kapelën për vullnetin e tyre, dedikimin e tyre. Mos harrojmë se është edhe monotone me dalë me duhet të kesh motiv të veçantë për të protestuar për çdo ditë. Pastaj sipas gjitha asaj që po mundem unë tash nga Londra tash, pritet që protestat të ringjallen në shtator. Sa i përket popularitetit të kryeministrit Rama është në rënje sipër, për aq sa po mundem të përcjelli mediat e Shqipërisë londineze, shoh aty ka kritika edhe nga pjesa socialiste, të cilët kanë filluar gradualisht të rebelohen me plot të drejtë, sepse koha e Edi Ramës ka kaluar, duhet ta kuptoj atë. Nuk është ai mesia i Shqipërisë, të gjithë ne kemi një afat përdorimi dhe posa të kaloj afat pastaj bëhemi edhe pengesë. Në SBA nuk është rastësisht se presidenti duhet të shërbej 2 mandate. Pra 2 mandate janë 8 vite, nëse për 8 vite mund të i realizosh projektet e tua, s'do të mund të i realizosh as për 80 vite. Plus kësaj shtoja atë se nga, ka të thonë edhe Lord Actoni, atë thënie e tij të famshme, pushteti korrupton dhe pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute, siç është rasti i këtyre politikanëve, liderëve autokratë të Ballkanit. Njëjtë është gjithandej, nuk është vetëm se rasti i Edi Ramës, nëse merret Edi Rama si një njeri i jashtëzakonshëm, si jashtëtoksor, por është njeri si gjithë me të tjerë. Do ta mbyllim me Shtetet e Bashkuara. Po të njëjtën e thotë edhe Rousseau, nëse s'gaboj, thotë se nga definicioni, tash po mundona me parafrazu, nga definicioni apo Descartes, njëri prej këtyre, nga definicioni i pushteti e korrupton atë që Lord Acton e thotë, po ky e thotë më ndryshe, e ka tendencën për ta korruptu politikanin, por duhet politikanit i bëj rezistencën e tjera. Dhe ajo rezistencë duhet të jetë kontinuele kundrejt korrupsionit, që te ne nuk është. Tek ne i shef kë i bëjnë bashkëpunëtorët më të ngushtë, zakonisht janë putadorës, sepse lideri ka dëshirë të jap urdhra, jo të diskutoj në mënyrë të barabartë me bashkëpunëtorët e vet. Dhe kjo është karakteristikë pothuajse mos them të gjithë, por shumicës absolute të liderëve në Ballkan. Ky vit do të jetë mjaft dinamik në Shqipëri, sepse futim edhe në një vit zgjedhor, janë zgjedhje lokale, ndërkohë që akoma nuk është miratuar edhe ndarja e re territoriale, debati do të vazhdojë me protestën shesh. Megjithatë, për ta mbyllur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje Trumpi ka rënë, për ta thënë edhe në gjuhën popullore edhe në Shqip, ka rënë grop me sondazhe, si asnjëherë në pikën më të ndërkohë që me Hormuzin e shpallin ngushtisë amerikane. Shko, ai është në siklet, sepse duket ishte 33% përkrahja e tij. Ashtu nëse zgaboj. Po.
Gjersa shkon deri në 10% mos përkrahja e luftës në Gjij. Natyrisht aty dominojnë demokratët. Derisa te republikanët, ajo pjesa republikane ishte diku rreth 60% e republikanëve të cilët e përkrahin luftën në Gjij, 60 e diçka %. Kështu i lexova disa sondazhe të Reutersit. Edhe pse Reutersin duhet marrë me rezervë, sepse është anti-Trump. Edhe CNN është anti-Trump, por po duhet mi lexu disa agjencione të lajmeve për ta marrë një kështu mendim të paanshëm. Por sido që të jetë, Trumpi që do t'i humbas këto zgjedhjet midterm për Kongres, ajo tashmë sikur është vullos. Çështja ngel te Senati, këto 35 vendet për shkak se shumica e urseve të cilat janë në këto zgjedhje, siç dihet, senatorët e kanë për 6 vjet, po çdo 2 vjet nga një klasë zgjidhen, po. Tash thjesht klasa e dytë, janë 33 senator plus 2 që janë kështu vakant. Po 35 në pyetje dhe po shumica atyre janë ato arenat republikane. Dhe mund të shkohet deri në 50-50. Mund kanë gjasa demokrat të fitojnë edhe 4 ulse në Senat, atëherë Senati do të dahat 50-50%, që do të jetë edhe një presion ekstra për Trumpin, sepse buxheti miratohet nga 2 dhomat, ke parasysh. Dhe pa miratimin e tyre është sfidë se si do t'i financosh politikën. Mandati do t'i ketë duart e lidhura, do jetë një kushtëzuar. Ashtu po. Nëse humb edhe Senatin do t'i ketë duart e këmbë lidhura. Por megjithatë duke e njohur Trumpin, ai do t'i hakmarrët Iran. Unë pres që nëse në shtator, ashtu siç po them në vazhdimsi, nuk e gjej një zgjidhje me cilën Trumpi do ta përdor për konsum në këto zgjedhjet e midtermit, ai pastaj do të hakmarret, sepse gjithë këta autorë të cilët kanë shkruar libra, biografinë e tij, por edhe ata të cilët e kanë njohur edhe para se të bëhej president, shpjegojnë si një njeri hakmarrës, një njeri që mban mend gjëra të këqija, një njeri që doptin e shtryer dhe shkel, është i pamshirshëm. Prandaj gjykuar nga këto cilësitë e tij, unë pres që pas nëntorit, nëse i humb, e që do t'i humb Kongresin, dhomën e përfaqësuesve, por diskutabile është, siç e thash, Senati, nëse i humb të dyjat, do të jetë edhe më i ashpër, nëse vetëm se dhomën e përfaqësuesve, për faktin se në pjesën e dytë duhet të ketë një fitore. Shko edhe Reagani, të thënitën, diku në lexova, ka pas sondazhe shumë të ulta për shkak të inflacionit, por pastaj me ato politika tjera e ka bë spin dhe i ka fitu zgjedhjet prandaj presidencial. Prandaj edhe këti i ngel që të bëj diçka madhore për ta përmirësu imazhin e zgjedhjet. Apo ja jap Iranin çudurat. Po tash ngel ta shoh, unë besoj që ja japin. Unë besoj që siç dihet lufta ka filluar, sebepi ishte urani i pasuruar, i fisnikruar. Unë besoj që Irani do ta dorëzojë atë, se edhe ashtu me këtë ekonomi, me këtë shkatrim ushtarak që ka psuar këto muajt
nga bombardimet e Shëbaz dhe Izraelit, plus destabilizimi i gjirit që ka shkaktu humbje kolosale financiare, për faktin se nafta bën pjesë 90% dhe produktet e naftës u morë vesh, për faktin se plastikën e prodhon shumë dhe ka diku 20 miliard dollar eksport plastikës Irani. Pra eksporti i naftës dhe produkteve të naftës në bilancin tregtar të Iranit merr pjesë deri 90%. Gjërsa buxheti mbushet nga tregtia e këtyre produkteve deri 70%. Pra çdo destabilizim e që këto 2 muaj 3 është destabilizuar kogja shumë, kjo nën kupton që më pak të hyra për buxhetin iranian, më pak të hyra domethënë për arsim shëndetësi, ushtri, gjitha ato sferat në të cilat buxheti shtetëror përdoret. Plus sa i kemi edhe paknësitë e grumbulluara nga si rezultat i embargos shumë vjeçare që e kishte Irani, për shka dhe plasën protestat në 28 dhjetore, që ishin protesta serioze, ku pati edhe të vrarë, dhe zgjatën goxha shumë, derisa pra nuk filloi Trumpi të bombardimin atje të Shirazit, Teheranit e qyteteve tjera. Po, janë lëkund pak pozitat e Amerikanëve në lindje edhe me këtë marrëveshjen e re Turqi-Pakistan-Arabi? Po mbrojnë vetë, më duket, apo... Palene e Amerikanëve nuk ndodhë, sepse Pakistani është shumë i lidhur në gjitha format në Shëban. Edhe mikprisë Arabia Saudite gjithashtu, Turqia po ashtu. Pra, kemi parasysh, bomba atomike është financu prej ndihmës financiare që ja ka dhënë Arabia Saudite Pakistanit, në forma të krediteve huave të buta. Ke parasysh. Pra, lidhja Pakistan edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin fetar, sepse selefizmi dominon nga gjitha sektet në Pakistan, pra edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin, në gjitha sferat Pakistani është afër me Arabinë Saudite dhe Arabia Saudite me Shëban dhe Turqinë. Këtu në si humbse, PPRH e shoh Turqinë, sepse me këtë do ta humbë pak a shumë influencën që ka te pjesa e iraniane. Pra, ajo pjesa ku Irani dominon, sepse e kemi bisedu vetëm se Turqia për shkak të historisë është në gjendje që vakumin që do ta lë Irani pas luftës në lindjen e mesme, sidomos Levant, Turqia do ta zëvendësoj për shumë arsye. Për shumë arsye, një nga to është edhe popullata azere që është turkike, pa nëse flet azerishtën dhe turqishtën kuptohesh. Janë shumë të afërta, do thënë azert janë në Azerbejgjani, keni parasysh. Pastaj kjo farë sufizmi në dy anët është kogja i zhvilluar për arsye historike, edhe pse që të dy shtetet e kanë të ndaluar, por megjithatë kultura sufiste është shumë prezente atje, natyrisht edhe ajo përdoret si urë bashkimi i mes turqëve dhe iranianëve. Pastaj, fakti se turqët islamin e morën në Iran. Ne kemi namaz, themi abdes, këto janë persishte, nuk janë arabishte e tjera tjera. Prandaj këtu unë po e shoh një dëmtim, një çik dëmtim të Turqit, po zbesoj që Turqia e ka bë këtë kokë në veti pa ndonjë mirëkuptim me kushdo që
mund të flasë të ashtë atje në Iran, se s'po ditë edhe kush është shefi i Iranit, kush është lideri i Iranit, jenë ba një numër i madh i liderëve të ndryshëm, i generalëve të cilët flasin dhe marrin vendime në emër të Iranit. Dhe të falenderoj shumë për bisedën. Zhvillime që na presin janë të kulshme, kështu që të jam mirënjohës shumë, do të dëgjohemi besoj së që kemi nisur. Unë si kosovar jam kuptimin e geopolitikës, jam optimist, pas ditë të mira për Kosovën. Besoj për këtë politikës kështu të mbrëmshme në Kosovë, besoj se do të zgjohen nga gjumi dhe do të shohin këta Skënderbegat e Kosovës se sa të pa përfillshëm botën. Kosova ishte diku 1.6 milion banor. Është Kali qyteti, që besoj mi pyet kosovarët nuk e dini, ka 2.4 milion banor. Dhe ke parasysh, domethënë jemi tërësisht të papërfillshëm në edhe në qoftë se bashkohemi të gjithë, bëhemi diçka. Edhe kur bashkohemi jemi të papërfillshëm. Me këtë popullat dhe me këtë ekonomi që e kemi. Shikoni që Abidjani i ka 6.4 milion, 6.5 milion banor. Sikur të bashkohet Shqipëria, Kosova, supozojmë edhe Lugina dhe Maqedonia Perëndimore, bëhemi 6 milion? Nuk bëhemi. Një qytet që jam i bindur që 90% që mos them 100% i shqiptarëve të Ballkanit nuk e din as ku ekziston, ku qëndron, ku është gjeografikisht, i ka 6.5 milion banor, është kogja i zhvillueshëm, ka turizëm. Pra, ka punë një kryetar bashkie për ne. Ashtë. Pra ne po them që të bashkuar kemi sfida. Kështu të përqarës jemi për gjëna, po s'kem shka bëjmë. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi.